Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar antar të kabinetit të ri qeveritar, të nderuar ambasador dhe antar të korit diplomatik, familjet të dëshmorëve të kombit, veteranë e invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zonja dhe zotëri, e nderuara kryetare e Kuvendit të Republikës zonja Albulena Xhiu, nënkryetare Ardian Gola dhe ju nënkryetare të tjerë të përsa zgjedhur. Më lejoni që t'ju përgëzoj të gjithëve për konstituimin e Kuvendit të legjislaturës së 10 dhe për funksionet dhe përgjegjësitë e reja që keni marrë. Ju falenderoj të gjithëve për përkushtimin që tregonin ndaj shtetit tonë të përbashkët. Këto dy seanca po i mbajmë pas ditën e mbrëmjes sonte, sepse këto ditë po zhvillohen seancat e fundit të procesit gjyqësor ndaj drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit. Kërkesa e prokurorisë për dënimin prej 45 vitesh burgim për secilin, ku përfshihen edhe pretendimet për krime kundër njerëzimit, është orvatje që bie ndesh me të vërtetën dhe mohon kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare. Qëndrimi i qeverisë së Republikës Kosovës që unë drejtoj është i qartë. Në Kosovë janë kryer krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare. Ato i ka kryer regjimi i Jugosllavisë së Serbisë nën Milošević. Kjo është e dokumentuar dhe e njohur ndërkombëtarisht. Barazimi mes drejtuesve të UÇK-s dhe të një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm. Është trembrim faktik e historik. Për familjet e viktimave është i padurueshëm përveç se i papranueshëm. Të nderuar deputet, një muaj e gjysmë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, jam i nderuar që para jush të paraqes ekspozen për mandatin e ardhshëm si kryeministri i Republikës. Me që shumica e elementeve programore dhe zotimeve konkrete tashmë janë paraqitur publikisht në këtë sallë, me 26 tetor, do të përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe të prezantoj kabinetin e ri qeverisë. Këto gati 5 vitet e fundit, nga të cilat pothuajse një vit si qeverinë e detyrë, pra pa kompetencat plota, kemi ndërtuar dhe zhvilluar një Kosovë më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon, përkundër sfidave globale si pandemia, kriza energjetike dhe inflacioni, me një rritje mesatare reale prej 6% të bruto produktit vendor, duke mos rënë asnjë vit nën 4%. Kur i morëm përgjegjësinë për të udhëhequr vendin, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliardë euro. Vjet me punë të ndershme dhe politika të drejta ka rritur në 11 miliardë euro. Ndërkaq projektojmë që si vjet bruto produkti vendor të arrijë në 12 miliardë euro. Për herë të parë në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banore në Kosovë do ta tejkaloj vlerën prej 10.000 euro. Sfidën e inflacionit që i ka goditur të gjithë, kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetaren dhe jemi vendi me shkallën më të ultë të inflacionit në rajon pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 punësuar në 430.000 punësuar, me fokus te rinia dhe gratë, si dhe kemi arritur që të ardhurat e familjes të ngriten duke rritur pagën minimale, pensione, shtesat për fëmijë, por edhe pagat në sektorin publik, të cilat gjatë këtij mandati që po e përmbyllim tash, kanë shënuar rritje mesatare prej 47%. Kjo rritje do të vazhdojë edhe në mandatin që vjen, në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Rritjen ekonomike nuk e kemi mbajtur në shtet, por e kemi shpërndar në popullsi duke shtuar mirëqenjen shoqërore.